Personat që pinë kafe në mëngjes urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Për shumë njerëz, një mëngjes pa kafe është i paplot. Mirë po, pavarësisht se konsumi i saj ju jep energji, pirja e kafes me stomakun bosh mund t'ju sjellë një sër dëmesh për shëndetin tuaj. Sipas Healthline do të rendisim në këtë video dëmet që mund t'i ndodhin shëndetit tuaj nëse e konsumoni kafen pa konsumuar diçka tjetër më parë. Nxit ankthin dhe nervozizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kafeja është një stimuluese që mund të rrisë vigjilencën dhe nivelin e energjisë. Megjithatë, konsumi i saj me stomakun bosh mund të përforcojë efektet e saj, duke çuar në rritje të ankthit dhe në rritje të niveleve të nervozizmit vazhdimisht në dietën tuaj. Rritet risku i aciditetit të stomakut nëse e konsumoni kafen me stomakun bosh për një kohë të gjatë. Kafeja është një produkt i cili kur konsumohet me stomakun bosh mund të përkeçojë probleme të aciditetit të stomakut. Kombinimi i kafes në nivele të larta të aciditetit mund të irritojë gjithashtu mukozën tuaj të stomakut dhe mund të çojë gjithashtu në pareati dhe probleme të ndryshme të urthit. Me kalimin e kohës, ekspozimi i shpeshtë i kafeinës ndaj aciditetit mund të kontribuojë gjithashtu në zhvillimin e problemeve të gastritit ose edhe problemeve të ulçërës peptike. Përkeçon probleme me tretjen. Për individët që kanë të bëjnë gjithashtu edhe me probleme të tretjes siç është sindroma e zorrës së irrituar ose sëmundje inflamatore e zorëve, pirja e kafes me stomakun bosh mund të përkeçojë edhe efektet e saj. Efekti stimulues i kafeinës mund të rrisë lëvizjet e zorëve, duke shkaktuar diarre ose dhimbje barku, si dhe mund të prish ekuilibrat në dietën tuaj direkte. Pirja e kafes me stomakun bosh mund të ndërhyjë gjithashtu në përthithjen e lëndëve ushqyese të cilat trupi ka shumë të nevojshme. Kafeina përmban përbërës të njohur si tanina, të cilat mund të ndërhyjnë në përthithjen e disa lëndëve ushqyese, të cilat trupi i ka shumë të nevojshme për aktivitetet e tij ditore. Ndaj pirja e saj me stomakun bosh mund të krijojë ndërveprime të ndryshme. Konsumi i kafes me stomakun bosh mund të pengojë aftësinë e trupit për të absorbuar të gjitha këto lëndë ushqyese thelbësore, duke çuar në mangësi dhe me kalimin e kohës të rrisin gjithashtu rrisjet dhe dëmtimet të shumta të shëndetit tuaj. Pirja e kafes me stomakun bosh në përditshmërinë e recetave tuaja mund të shkaktojë gjithashtu edhe një rritje të papritur të niveleve të stresit në organizmin tuaj. Kafeina mund të stimulojë lirimin e kortizolit, i quajtur ndryshe gjithashtu si hormoni i stresit që gjenerohet edhe në gjëndrat mbiveshkore. Ndërsa kortizoli luan një rol vendimtar për reagimet luftarake të trupit, nivelet të larta të tij mund të kenë efekte të dëmshme në shëndetin tuaj ditor. Mund të shkaktojnë gjithashtu edhe funksione të dobta të imunitetit, shtim të peshës dhe çrregullime të ndryshme të humorit, të cilat mund të shoqërohen me efekte nga më të ndryshmet për organizmin, duke përkeçuar gjithmonë edhe më shumë shëndetin tuaj në tërësi. Pirja e kafes me stomakun bosh mund të ndërhyjë gjithashtu në luhatjet e sheqerit në gjakk. Kafeina mund të ndikojë në ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe metabolizimin e glukozës duke çuar në luhatje të niveleve të sheqerit në gjakun tuaj. Ekspertët tregojnë se personat që pinë kafe me stomakun bosh mund të kenë ndërveprime të tilla në shëndetin e tyre dhe të shkaktojë gjithashtu probleme dhe komplikacione nga më të ndryshmet. Ndaj, nëse bëni pjesë në këtë kategori të personave, tregohuni më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm me pirjen e saj. Pirja e kafes me stomakun bosh herët në mëngjes dhe për një kohë të gjatë mund të sjellë gjithashtu probleme me dehidratimin e trupit të njeriut. Kafeina është një diuretik që do të thotë se nxit prodhimin e urinës dhe mund të çojë në rritjen e humbjes së lëngjeve nga trupi. Kur konsumohet me stomakun bosh, kafeja mund të përkeçojë më shumë dehidratimin, veçanërisht nëse merrni edhe në sasi mjaft të madhe. Shëndeti juaj do të ndikohet nga këto
produkte të cilat mund të çojnë në dehidratim dhe probleme të ndryshme të shëndetit tuaj. Por nëse kafen e pini brenda sasive të rekomanduara dhe asesi me stomakun bosh, përfitimet që merrni prej saj do të jenë pozitive në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Kafeja është një nga pijet mjaft të njohura në të gjithë globin, me një numër të lartë të përfitimeve që jep shëndetit. Fal niveleve të larta të antioksidantëve dhe lëndëve ushqyese të dobishme, gjithashtu ajo është shumë e dukshme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse jeni një adhurues i kafes, zgjidhni mënyrën e dur për ta përfshirë atë në dietën tuaj, dhe vlerat që do të merrni do të jenë të larmishme. Studimet tregojnë se personat që konsumojnë kafe riskojnë më pak nga disa sëmundje të rënda. Këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse pini kafe pasi të konsumoni ushqim. Sipas Healthline, pirja e kafes brenda sasive të rekomanduara ditore mund të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin e niveleve të energjisë suaj dhe t'ju bëjë që të jeni më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues, i cili mund të shkaktojë efekte të ndryshme stimuluese. Kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendjen tuaj shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve tuaja të trurit. Mund të ndihmojë gjithashtu edhe në djegjen e djamit tuaj dhe duke përmirësuar shëndetin tuaj në tërësi. Kafeja, sipas studimeve, mund të rrisë djegjen e djamit dhe gjithashtu ritmin tuaj metabolik, duke ju ndihmuar që të evitoni edhe kilogramet e tepërt dhe të përmirësoni dukshëm shëndetin tuaj në tërësi. Pirja e kafes mund të përmirësojë në mënyrë drastike performancën tuaj fizike. Kafeina mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë acidet yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu do të çojë në përmirësime të dukshme të performancës fizike dhe do të evitojë komplikacionet e saj. Kafeja përmban lëndë ushqyese thelbësore. Kafeja përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme përfshirë këtu: riboflavin, acid pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin. Shumë të rëndësishme këto për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kafeja është e pasur me elementë që mund të ulin në riskun e luhatjeve të sheqerit në trup, sigurisht duke mos ushtuar edhe me produkte të ndryshme ëmbëlsuese. Disa studime vëzhguese tregojnë se personat që konsumojnë kafe kanë gjithashtu edhe një risk më të ulët që të vuajnë nga diabeti tipi 2, një gjendje e rëndë që prek miliona njerëz në të gjithë botën dhe mund të ndikojë gjithashtu në shumë aspekte të shëndetit tuaj dhe në përkeçimin e problemeve të tij. Pirja e kafes në përditshmëri mund t'ju mbrojë nga Alzheimeri dhe problemet e demantinës. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët që të vuajnë nga Alzheimeri, por kjo nuk do të thotë që ju duhet ta teproni me pirjen e saj. Pirja e 1 deri në 2 filxhan kafe të paëmbëlsuar mund të jetë një mënyrë shumë e mirë që mund të japë përfitimet e duhura për shëndetin dhe të lehtësojë gjithashtu ndikimet e tij negative në dëm të organizmit tuaj në tërësi, citojnë ekspertët e Healthline. Kafeja mund të ulë riskun që të vuani nga problemet e Parkinsonit. Personat që konsumojnë kafe kanë deri në 60% më pak mundësi që të vuajnë nga Parkinsoni, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Pirja e kafes në sasinë e rekomanduar ditore në dietën tuaj mund të mbrojë gjithashtu shëndetin e mëlçisë. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët që të vuajnë nga ciroza, e cila mund të shkaktohet nga disa sëmundje që prekin shëndetin tuaj të mëlçisë. Kafeja mund të ulë riskun e depresionit dhe t'ju bëjë që të ndjeheni akoma dhe më mirë, duke evituar kështu edhe problemet që mund të ndikojnë drejt për së drejti në shëndetin tuaj. Kafeja ulë riskun e shfaqjes së depresionit dhe mund të zvogëlojë gjithashtu ndikimet e tij në organizmin tuaj në tërësi. Pirësit e kafes mund të marrin përfitime të mira për shëndetin e tyre, përsa kohë konsumojnë kafen me kujdes dhe brenda sasive të rekomanduara dhe asesi me stomakun bosh dhe përpara se të shkoni për të fjetur. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.